Tensione dhe përplasje fizike u regjistruan këtë të shtunë në Bregdetin e Velipojës gjatë protestës së radhës të organizuar nga banorët e zonës kundër ndërtimit të një resorti turistik në këtë territor. Si pasojë e incidenteve, disa banorë të rrjedhit u shoqëruan në komisariat nga policia. Protesta vjen pas një seri reagimesh që zgjasin prej rreth 6 javësh, ku banorët e zonës kundërshtojnë projektin turistik që po ndërtohet nga biznesmeni Bashkim Ulaj. Sipas tyre, projekti po realizohet mbi tokaj që pretendojnë se u përkasin banorëve vendas dhe se pronësia është tjetërsuar në mënyrë të padrejtë. Në protestën e kësaj të shtune nuk morën pjesë vetëm banorët e zonës, por edhe aktivistë dhe qytetarë nga pjesë të tjera të vendit, të cilët shprehën mbështetje për banorët e rrjedhit dhe ngritën shqetësime të ngjashme lidhur me çështjet e pronësisë së tokës. Protestuesit marshuan drejt kantierit të ndërtimit në Bregdet, ku forcat e policisë kishin ngritur një perimetër sigurie për të parandaluar dëmtimin e makinerive dhe pengimin e punimeve. Përplasjet mes protestuesve dhe policisë nisën pikërisht në këtë moment kur demonstruesit tentuan të afrohen drejt zonës së ndërtimit. Banorët pretendojnë se toka ku po ndërtohet resorti luksoz është në pronësi të tyre dhe se më pas ajo ka kaluar në emër të Fatmir Shpellzaj, ish zyrtar i kadastrës, i cili sipas tyre më vonë ja ka shitur pronën biznesmenit Bashkim Ulaj. Përveç protestave në zonën e ndërtimit, banorët kanë zhvilluar dhe 2 protesta para strukturave të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku kanë kërkuar nisjen e hetimeve për atë që ata e cilësojnë si grabitje të pronës dhe përfshirje të mundshme të zyrtarëve të lartë në këtë proces. Banorët kërkojnë pezullimin e menjëhershëm të punimeve në Bregdetin e Velipojës deri në sqarimin e plotë të çështjes së pronësisë së tokës dhe hetimin e pretendimeve të tyre nga institucionet e drejtësisë.